Absolutisht besojmë shumë, sepse kemi punuar goxha, është një punë që nuk ka filluar vetëm këtë vit, por është në vazhdimsi, edhe besoj që edhe mendimin e lojtarëve që kanë ardhur, që tashmë besoj se e kanë kapur edhe atë filozofinë që kemi ne si klub dhe filozofinë që profesori kërkon, dhe besoj duke i bashkuar gjithë këto komponente bashkë, absolutisht që kemi besim. Të kthesh një rezultat 0-1, natyrisht që është e vështirë, por ndonjëherë është edhe e lehtë ta humbasësh një ndeshje që e ke fituar 1-0, kështu që besoj që ne na takon të bëjmë ato detyra që na ka dhënë profesori, edhe besoj që duhet të rrisim akoma 2 luftime, të jemi të ashpër dhe besoj se pastaj me një performancë të mirë dhe dinjitoze nga ana e secilit për nesh, besoj se mund të kalojmë më tej. Në ndeshje të tillë krahas përgatitjeve intensive që bëhen faktor shumë i rëndësishëm është edhe mbështetja e tifozëve në shkallë. Sa janë të çuituar për këtë ndeshje? Që t'jem realist, na ka munguar pak mbështetja e tifozëve, sepse ne kudo shkojmë pothuajse e gjejmë stadiumin plot e përplot nga ekipet e tjera dhe do kisha dashur t'i bëj edhe një thirrje që t'jenë sa më të shumtë në përkrahjet tonë, sepse absolutisht është një shtysë më tepër, një mbështetje më e madhe dhe do na ndihmojë tepër.